Me zbukurisë mahnice të natyrës, ujrave të kristalta të Drinit dhe mikpritjes tradicionale, më 3 maj 2026, u organizua festa e hapjes së sezonit turistik në Shllak, në ambientet e kampingut Mrekullia e Drinit. Paljush, ky nuk është vetëm një vend i bukur, por është edhe një vend i gjallë, cili po zhvillohet gjithmonë më shumë. Një aktivitet që mlodhi banor, vizitor, turistë të ftuar të shumë, duke kthyer këtë perlë natyrore në një festë vërtet të turizmit, kulturës dhe traditës shqiptare. Se meten me ritat mu, po ju tham beten me vend, e mos u merrni me punë të huaja. Unë di me bon veç raki se gatimet I ka bon gruaja. Muzika, atmosfera festive, shëtitjet në natyrë dhe promovimi I vlerave turistike të zonës sollën emocion dhe gjallëri për gjatë gjithë ditës. Shllaku, destinacioni ku natyra flet me gjuhën e qetësisë dhe aventurës, fton të gjithë vizitorët të zbulojnë bukuritë e tij gjatë gjithë sezonit veror. Në ndiqni të mërkurën datë 27 maj 2026, ora 21, në emisionin Pushë Shqiptarçe të TV1 Channel.